Presidenti shqiptar Bajram Begaj u prit në një ceremoni solemne nga presidentja Gordana Siljanovska-Davkova, ku më pas krerët e dy shteteve zhvilluan një takim kokë më kokë në praninë e delegacioneve të tyre. Presidenti i Republikës së Shqipërisë në konferencën e përbashkët për mediat me homologën Siljanovska-Davkova bëri të ditur konkluzionet e këtij takimi, pjesë të cilit ishte dhe çështja e faktorit shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ata janë shtet formues, kontribues aktiv në stabilitetin politik, në qeverisje dhe në orientimin euroatlantik. Zbatimi dhe implementimi i marrëveshjes së Ohrit nuk është një çështje teknike, është një çështje thelbësore, e cila ka të bëjë me kohezionin social, ka të bëjë me bashkëpunimin ndëretnik, ka të bëjë me stabilitetin institucional dhe me rrugtimin euroatlantik. Presidentja Siljanovska potencoi se perspektiva europiane ka qenë një ndër temat kryesore. Ajo potencoi se bilateralizmi i eurointegrimeve nuk guxon të shndrohet në rregull dhe se vendet anëtare të BE-s duhet që me kohë ta parandalojnë. Deri në antarësimin në BE arrihet përmes reformave, sundimit të së drejtës, luftës kundër korrupsionit dhe përforcimit të institucioneve demokratike. Kjo nuk është çështje e kritereve të Kopenhagës, por europianizimit ton. Bilateralizimi i procesit eurointegrues dhe hapja e çështjeve identitare dhe historike mund të ndërlikojë rrugën e vendeve të rajonit drejt BE-s. Vendet anëtare të BE-s duhet që seriozisht të qasen kësaj sfide. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj vizitën në vendin tonë nisi dje në çajër dhe çashk të Velesit, duke u bërë presidenti i parë shqiptar që viziton këtë zonë. Ai ka zhvilluar takime dhe me krerët e partive politike shqiptare.